Dhe këto gjëra që po ndodhin në policinë e shtetit sot, sa vjen falë që këtë këto gjëra që po ndodhin sot në policinë e shtetit, që sa vjen një drejtor dhe bëhet rotacion. Po bëhet rotacion, po s'ka pse të arrestohet ishte komisariati se ka vënë një provë. Një në 3 muaj, sa vjen një drejtor të ndryshosh drejtuesin. Po tani, po ta thohet Eva, po ashtu duhet të arrestoj një 30-40 drejtues komisariatësh. Komisariatësh, po s'është arrestuar njëri deri më sot pse ka emëruar i lirë proda aty. Nuk ka, shiko, edhe njërë. Dhe unë nuk besoj që këtu problemi është ajo godina aty që është ndërtuar. Si është godina? Nuk besoj që është problemi aty. Problemi është me telë se kaq. Problemi është që kjo u bë kurban nga pushteti lokal, nga mafja e pushtetit lokal atje, që zotron dhe kërkon territori, nuk bashkëpunon. Ky se një fara ato. Se ka afruar asnjëherë. Shiko tani që lidhet caktuara në politikë, unë nuk po flas për personin konkret. 5 orë për të dhënë vendim. 5 orë, lidhet dytari për të dhënë vendim. Edhe jep në ora 4 vendim. Nuk besoj që një komisariat i tërë, se shumë persona që mund të jenë arrestuar dhe janë shpallur arrestimet pa ligjshme Ishte i pa ligjshëm arrestimi, jo këtë vit, po flas për edhe vetë gjykata e quajtit pa ligjshëm arrestimin. Janë bërë për të hequr qafe grupet e kriminale, rivalet e tyre që kishin. Po mos të ndalem. Po si çeka si tot pa ligjshëm dhe do të do ta jap punë partin e vendimit. Do ta jap punë. Edhe flasim. Karamuço, çfarë po thoj se avokat, tani ne dim çfarë po ndodh me policinë e shtetit. Shiko, po nuk mund bëjmë kurban oficeri policisë shtetit. Është i fundit që mund të arrestohet. Vetëm në Shqipëri jepet ky motiv. Sepse ai prezumohet i pafajshëm. Por, si? Unë nuk i vë gishtin të thënë. Nuk po i vë gishtin i shefit komisariatit. Unë në pozicion tjetër, ti në pozicion tjetër. Po flasim për një gjë parimore. Në qytetet e vogla, duam apo s'duam ne, fjala, lajmi për abuzime shkon më shpejt, qarkullon më shpejt se sa në qytetet e mëdha. Dhe të them unë, se unë shkoj me pushime çdo vit në Saran. Të thonë me emra me mbi emra, sa merr këtë ky dyqan, sa e paguan ky, sa është leja për këtë, sa është ajo për këtë, ti japin menun e çmimeve çdo vit. Tani, në gjithë të katrahur kaq të madhe që unë e përmenda në fillim, rol ka edhe policia për të garantuar rendin dhe sigurinë, sigurisht disiplinimin e gjithsej që po ndodh, krahas institucioneve tjera. Më fal, çfarë është kjo të bësh ti në mes të Sarandës, gjithë nuk po flas për rastin konkret. Se kemi pasur edhe disa të tjera aty që janë vrarë njerëz për ato. Ti e mban më? E pra policia, më fal. Policia kur vriten njerëz nuk ka më i të aty avokat. Atëre, nëse ti vë një gur dhe merr një kundravajtje, qoftë edhe penale, administrative, tjetër është një gjë. Po kur ti ngre një strukturë të tërë në konflikt të hapur me persona dhe grupe të tjera, dhe fillon e pengsamit çfarë ndodhi, shpërtimet që bëhen, të gjitha janë për këto lloj gjërash. Të gjitha gjërat që cënojnë rendin dhe sigurinë në Sarand, që janë vrarë njerëz, janë hedhur makina, hotele, gjithçka, janë zhdukur njerëz, të gjitha bëhen për këto. Dhe ky është momenti, është i vonuar, do të ishte bërë përpara. Ky është momenti që shteti i pari ministri Brendshëm, i dytë drejtori i përgjithshëm, edhe do shikosh edhe ndihmë se çfarë do ndodhi. Shkojnë aty dhe thonë, mjaft më, bollë, vërtet është. Bollë, mjaft tani. S'ka vajtur për këtë farë. Mirë, Mirë, dakor. Jo, një sekond, lutem, avokat, se ne jemi minutat e fundit. Ndoshta i dedikojmë një program vetë çështës, nëse çështja do ketë zhvillime të tjera. Ç'a po ndodh me policinë? Pra le të themi, përveç faktit që ndrohen drejtorët dhe ikin. Unë besoj që zoti Ida ka futur një tjetër frym. Edhe unë besoj këtë. Edhe unë shoh që ka futur një tjetër, diçka ka ndryshuar, drejtorët e mëparshëm s'ndodhte asgjë. Me këtë aktualin, po nuk e di sa optimist duhet jemi se diçka mund ndryshoj. Pasi duket që e keqja ka hyrë shumë thellë, dhe është përhapur. Policia është ajo e cila etiketohet, ngjyroset, ajo që merr gjithë barrën, sepse është ajo që është në uniform dhe është ajo që është e drejtë për drejtë. Vizibiliteti i shtetit, po. Po. Edhe profesori tha edhe institucionet tjera që është institucionet lokale dhe qendrore, të cilët kanë dhe ato përgjegjësinë e tyre për mbrojtjen e territorit me detyra funksionale të drejtë për drejta ligjore për territorin, për ndërtimin. Dhe besoj që do japin shpjegime përballë autoriteteve
mbi punën e bërë për mbrojtjen e këtij territori dhe më gjë. Sigurisht që Bregdeti tashmë është kthyer në objektiv të elementeve kriminal, se s'mund të themi organizata e kështu se është term shumë i madh dhe besoj që na rrin ngusht neve për të patur mafia dhe krim të organizuar në ato lloj përmasash sa që ka patur Italia apo vende të tjera. Por policia ka nevojë për vetpastrim. Edhe ne kemi thënë dhe kemi ngritur shqetësimin që gjithmonë në polici bëhen rotacione, gjithmonë në polici lëvizën shefat e komisariate, lëvizën drejtorët e qarqeve, lëvizën drejtorët e policisë, ndërkohë që në aspektin e sigurisë asgjë nuk ndryshonte. Mendoj, unë nuk mund të fajsoj shefin komisariatet, nuk mund të them që është apo s'është i përfaqëshëm për detyrën funksionale për të cilën ai akuzohet apo për 2 veprat penale është gjykata dhe prokuroria, të cilët prokuroria do çojë prova dhe gjykata e cila do t'i vlerësoj, por që si provë. Okej, janë ato që do thonë fjalën e fundit, ju jeni avokat dhe keni të gjithë të drejtën e Zotit dhe të ligjit për të paraqitur dhe për ta mbrojtur, por që policia nuk mjafton vetëm atë çfarë kanë ardhur nga jashtë. Ne kemi parë Sky në chatin e informacionet se si policia ishte me krimin, se si kishte dalë jashtë misionit saj dhe në një farë mënyrë kishte tradhtuar jo vetëm detyrën funksionale, por dhe kolegët që i kishte në krah. Dhe tashmë besoj që me drejtorin e ri të përgjithshëm të policisë do ketë një seriozitet në drejtim të pastrimit dhe të riorganizimit të strukturave. Vendi ynë ka shumë të nevojshme këtë për t'i dhënë moral policisë, për t'i dhënë forcë policisë, për t'i dhënë forcë shtetit dhe për të patur një institucion funksional i cili transmeton ligjshmëri, disiplinë dhe rregull për vendin. Po si bëhet kjo? Për shembull Karamuço, ne tentum me drejtsinë e re në 2 aspekte. Një me vettingun, pra me temi kontrollin e pasërtisë, dhe dyta duke rritur kapacitetet financiare të pagesave të tyre. Unë mendoj që policët sot janë keq paguar. Patjetër. Me rreziqet me cilat ata përballen brenda realitetit tonë, po edhe në një edhe kudo, edhe në Amerikë po tishin. Institucionet mirë kuptohen kur vjen puna ke kjo. Te policia, që policët janë keq paguar, janë të keq trajtuar financiarisht. Po ja pra ku i trajtuam edhe gjykatësit, edhe prokurora, i bëm dhe vettingun. Dhe ja ku jemi te ai rasti që folëm pjesën e parë. Tani, është folur shumë për vettingun e policëve. Nisi atëherë një ish ministër, Xhafaj ta bënte dhe ajo ngeli rrugës, u la. Jo, e nisi për të gjithë trupën. Po. Pastaj me ndryshimet që u bën në ligj, u la vetëm për një pjesë të trupës, për nivele drejtuese. Dhe disa nga këta, pra grupe, këtë punë tani e bën AMP-ja. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Ti është si zgjidhet kjo çështje? Tani problemi nuk qëndron tek vettingu, se tani u bë si po ne e pam me vettingun, se vettingun e gjykatësit prokurorë na dështojnë me thënë vërtetë. Te kontrolli i vazhdueshëm në vimësi. Nuk është problemi ti ke kaluar vettingu, se kam parë ca policë kanë kaluar vettingu, edhe tani nuk ti numërosh pasuritë që i kanë vënë emrin e tjerë. Pas vettingut. Pas vettingut. Po. E diti që shumica e policëve të niveleve të lartë që ikin shndrohen biznesmen. Çfarë do të thotë kjo? Që si ke kontrolluar. Si ke mbajtur monitorim gjithkohë. Këtë detyrë ka. Këtë detyrë ka dhe vetë drejtoria e përgjithshme e policisë shtetit. Patjetër. Kemi rastet policive të tjera europiane që shikon një orë të shtrenjtë fillon flamuri kuq. Po gjithë orën ti. Sa e ke rrogën? Kjo ajo të fillon nuk është nevoja të presësh vettingun ti mbas 5 vjetëve, 10 vjetëve prapë. Jo, absolutisht. Një nga detyrat funksionale që ka policia e shtetit dhe AMP-ja. Po, AMP-ja është ajo e cila e ruan policinë mos devijojnë. Tani, unë di që ka një ide të mirë për rritjen e pagave prapë etjere, kjo krahas shumë gjërave tjera. Për shembull, ne kemi një problem që e kemi ngritur edhe në ministritë brendshme. Nuk mund t'i japësh ti dot 25.000 lek ushqim në ditë dhe 30.000 lek banes, policëve që transferon nga Berati i çonën në Sarand gjatë kohës verës për trup të gatshme. Ku do gjeje 30.000 lek për të banuar? Sidomos sezon e verë. Sidomos sezon e verë. Dëshuar VKM-ja urgjentisht. Që ti, sepse kam parë policë, kam parë këto shqiponjave që i marrin nga qytetet e tjera, në një cep benzinate hanin nga një byrek. S'kemi profesor, nuk nga drejt. Dhe kanë të drejt. Policia e shtetit është diskriminuar. Dhe kanë të drejt. Por,
por Që në pasaj, kur të vje pjata me karkalesa, do ashta pasaj. Dhe kjo pastaj shikon në një drejtim tjetër. Dhe lufta bëhet me vështirë për korupcionin pastaj. Sepse këta gjithë kohën janë që ka ndonjë gjë tjetër. Së nuk e dalin dot. A është zgjidhje pa ik vetëm ana financiare? Orët jashtëorarit e kjo e ajo shumë gjëra. A është apo është nisje e mirë, po pa mjafton? Unë mendoj që ana financiare është nisje e mirë. Është nisje e mirë sepse rrit ambicjen e të rinjve për të bërë pjesë të strukturave të policisë. Mbështetja financiare krijon një stabilitet dhe një qëndrueshmëri në radhët e policisë. Krijon një barrierë për të mos u bërë pre e korupcionit. Si korruptohet një punojës policie? Një punojës policie nuk i shkon me njëherë $100,000. Një punojës policie fillon korruptohet me një bakshish të vogël, me një drek. Gradualisht dhe fillon ngjitet deri në atë pikë dhe pastaj jo puna drogës, pa ja jep dozat vogla dhe pastaj i krijon varësi. Por nëse ti i jep një mirëqenie punojësit policisë dhe nuk e lejon që ta thyej ai me një drek, me një bakshish të vogël atë shtohet e drejta ta kontrollosh më shumë. Patjetër, po ti e ke strukturën për ta kontrolluar, se e tha dhe profesori. Është AMP-ja dhe AMP-ja i ka kompetencat e plota për të kontrolluar policisë. Ka nevojë institucion, ai institucion më keq se organet e tjera hetuese. Jo, unë nuk di. Po tanë kështu më tanë njerëz pa afat që mbledhin. Edhe hetojnë dhe i vënë në siklet punonjësit e policisë, nuk është. Ai ndoshta mund të psoj reformim, por jo kështu. Ne kemi mekanizmin për ta mbajtur policinë e kontrolluar nëpërmjet agjencisë mbikëqyrjes policore. Ne e kemi bazën e shëndoshtë të policisë, ne vetëm duhet i mbështesim, ne nuk duhet i lejojmë ato që shkojnë me një dietë 55.000 lekë të vjetra dhe të kryejnë shërbim 24 orë, sepse kur shkon atje, ai është larg familjes, ai është në detyrë 24 orë. Pra ka shumë probleme dhe shumë ngarkesa që ti nuk ja mbulon dot me atë